Nuk e mbaj mend. S'më kujtohet kjo gjë. Kujtesën e dobët vuaj nga memoria. Po nuk e mbaj mend, vuaj nga memoria. Nuk e mbaj mend, jo, nuk e mbaj mend. Nuk e mbaj mend. Nuk mund t'ju them një gjë që nuk më kujtohet. Zonja që dëgjua të thot 10 herë nuk e mbaj mend apo nuk më kujtohet, është Majlinda Bufi, kryetarja e Bashkisë së Roskovecit, e cila është mësuar aq shumë me prezencën tonë. Zonja kryetare, përshëndet. Zonja Bufi, zonja kryetare. Zonja kryetare. Zonja kryetare, na dëgjuat, besoj apo jo? Aq sa duket se jemi mësuar tashmë. Por koha ecën dhe njerëzit ndryshojnë. Dikush sëmuret nga humbja e memorjes. Nuk e mbaj mend. S'më kujtohet kjo gjë. Kujtesën e dobët vuaj nga memoria. Dhe meqense kryetarja duket se pas ka probleme me kujtesën, po ja rifreskojmë ne me disa të dhëna dhe fakte për tenderat e shpallur në vitin 2025 në qytetin që ajo administron prej 10 vitesh. Bashkia Roskovec është një nga bashkitë të cilat Ministria e Financave i klasifikon në listën e njësive vendore me probleme financiare për shkak të borxheve të larta që kanë ndaj palëve të treta. Ende të pashlyera sot e kësaj dite. Kjo njësi klasifikohet në grupin e 3 të bashkive sa u takon numrit të banorëve, duke u listuar si një bashki e vogël, ku të ardhurat sigurojnë kryesisht nga taksa e pasurisë. Për të kompensuar dhënien e shërbimeve për komunitetin, Bashkia e Roskovecit mbështetet edhe nga buxheti i shtetit përmes transfertave të pakushtëzuara. Në total, buxheti që ka kjo bashki për vitin 2025 është rreth 9 milion euro, nga ku 2 milion euro janë mbështetje e buxhetit të qeverisë qendrore, e ndodhur në këto kushte me vështirësi financiare për shkak të detyrimeve të prapambetura dhe me ndihmë nga qeveria qendrore, logjikisht Bashkia Roskovec duhet të përqendrojë shpenzimet e saj në plotësimin e nevojave të komunitetit dhe nxitjen e ekonomisë së zonës. Por jo, nuk ndodh kështu. Roskoveci bën pjesë në listën e bashkive me densitet të ulët biznesi, të cilat përpasoj tregojnë edhe një varësi më të lartë nga ndihma ekonomike në krahasim me bashkitë e tjera. Sa i takon investimeve për frym, referuar raportit të Ministrisë së Financave, Bashkia Roskovec mund të shpenzojë jo më shumë se 5.000 lekë, ndërsa realizimi i shpenzimeve për investime nuk e kap vlerën 20%. Pra diku shkojnë këto miliona të parashikuara për buxhetin. Referuar raportit të Ministrisë së Financave për vitin 2023, 47% e buxhetit të bashkisë shkon për shpenzimet e personelit, edhe pse vetëm 8.2% e gjithë stafit janë të trajnuar. Nga viti 2022 në vitin 2023, shpenzimet për personelin u rritën me 19%, ndërsa sa i takon shpenzimeve për investime, ato u ulën me 37%. Mirë po gjithmonë ka vend për reflektim dhe përmirësim. Sidomos sot, kur gjithë shka varet nga teknologjia, inovacioni, shkenca. Prandaj, më datë 22 janar 2025, Bashkia Roskovec hap një tender me fond limit 112.500 euro për të instaluar 3 smart flower dhe për të ndërtuar stacion tregtar për makinat elektrike bashkë me njësitë e karikimit. Dikush mund të pretendojë se kjo iniciativë me qasje drejt inovacionit është shumë e mirë, por ju rikujtojmë se këtë tender nuk po e bën bashkia i Silicon Valley në San Francisco, por ajo e Roskovecit. Sipas llogaritjeve, buxheti mesatar për një banor të Bashkisë Roskovec është 9.300 lekë, pra mesatarisht bashkia ka në dispozicion fonde për të shpenzuar për një banor të saj maksimumi 10 euro në muaj. Kjo shumë reduktohet, po të llogariten shpenzimet për punonjësit e bashkisë, fondet që jepen për mirëmbajtje, ujë, drita, energji, asfalt normal, asfalt elektoral, mbrojtje nga zjarri, arsim, shëndetësi dhe një listë gjatë me shërbime komunitare të domosdoshme. Dhe në këtë situatë që ndodhet kjo bashki gjen fonde plot 112.500 euro për të ndërtuar stacion privat për karikimin e makinave. Stacionet private të karikimit të makinave elektrike ndërtohen nga vetë palët e interesuara që blejnë këto mjete ose nga operator privat, të cilët më pas shërbimin e karikimit të makinës e japin me pagesë për të nxjerrë koston e investimit dhe një fitim të mundshëm. Nuk ka asnjë bashki tjetër me fonde më të mëdha në dispozicion edhe se Bashkia Roskovec dhe me numër më të lartë makinash elektrike që të ndërtojë me fondet e taksapaguesve stacione karikimi, që ai që ka mundësi të blejë makinë elektrike të shpenzojë sa më pak. Kjo vetëm politikë sociale që nuk është, e nëse ndokush do të thoshte se mbron mjedisin, iniciativat për kategorinë e makinave elektrike i ka dhënë qeveria qendrore që ka përjashtuar importin nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Në këtë rast është si një pikë karburanti që synon të shërbejë familjeve që kanë pronësi një mjet me lëndë djegëse, të ndërtohet me paratë që bashkia i mbledh qytetarëve nga taksat. Por kjo nuk është çudia e vetme me këtë bashki. Sikur të mos mjaftonte stacioni modern, bashkia kërkon të blejë dhe të instalojë 3 lule të llojit smart, të cilat nuk janë as më shumë as më pak se panelet diellore që marrin rrezatimin e diellit dhe e kthejnë në energji elektrike.
Fuqia e instaluar e tyre është 2.5 kWh, çka do të thotë se sasia e energjisë në vit që këto lule smart prodhojnë, sikur i gjithë viti të bëj kohë me diell, nuk i kalon 5500 kWh, sasi që nëse e blen pa koston e prodhimit që ka korporata elektroenergjitike, por me çmimin që e tregton OSHE, do të kushtonte vetëm 630 euro. Por sa do të shpenzoj Bashkia Roskovec për lulet smart? Nëse për të ndërtuar një stacion elektrik, maksimumi i shpenzimit është 5000 euro. Kosto për blerjen e një luleje është 10.000 euro për kilovator, në këtë rast 25.000 euro. Ndaj lind pyetja, a ja vlen që të shpenzohen 25.000 euro për 5500 kWh prodhim vjetor, ndërkohë që kthimi i investimit vjen pas 40 vitesh, kur instalimi i kësaj pajisje amortizohet tërësisht për 35 vjet. Qartazi është një investim e humbje, pasi nuk i kuptojmë arsyet ekonomike të Bashkisë Roskovec, sepse ose nuk ka çfarë t'i bëj parat, ose shpik tendera kot më kot për të çuar përfitime tjetër kund. Dhe nga konsultimi i çmimeve dhe ofertës fituese të këtij tenderi, duket se ka gjasa të jetë arsyeja e dytë, nëse çmimi mesatar i një luleje smart është 25.000 euro, në total për të bler 3 të tilla do të nevojiteshin 75.000 euro, e nëse shtojmë dhe stacionin elektrik me vlerë maksimale 5.000 euro, nuk do të nevojiteshin më shumë se 80.000 euro. Oferta fituese është ajo e kompanisë Albavia me vlerë 106.000 euro pa TVSH, afërsisht 26.000 euro më shumë se çmimi që këto pajisje kanë në internet. Sipas të dhënave të tenderit, bashkia ka skualifikuar ofertën më të ulët me vlerë 99.000 euro të bashkimit të operatorëve 2AF dhe EMPI, për t'ia dhënë një kompani ndërtimi, firmës Albavia. Dhe për të marrë përgjigje për gjithë këtë tender inovativ, por me pikpyetje të mëdha prej fillimit e deri në fund, menduan të pyesnim të zonjën e punës. Kush më mirë se kryetaria e bashkisë do të na japë përgjigje për një tender të firmosur nga vetë dora e saj? Në fund të janarit keni shpallur një tender për blerjen e 3 luleve smart dhe për një stacion elektrik. Nuk e mbaj mend. Nuk kam. Keni informacion? Jo, nuk kam. Nuk më kujtohet. Bashkia juaj? Sepse ne bëjmë shumë, kemi bërë shumë prokurim, s'më kujtohet kjo gjë. Të ketë bërë kaq shumë vallë sa të mos mbaj mend asgjë. Cila është nevoja e qytetit për këto 3 lule smart, duke qenë se llogaritë tona dalin me humbje? Kur ta kemi informacionin e plot do t'ju jap përgjigje. Po është një tender që e keni shpallur ju, nuk e mbani mend? Kaq shumë keni. Bëjmë shumë procedura dhe nuk e mbajmë mend. Si ka mundësi kaq shumë? Po se kam kujtesën e dobët. Qytet i vogël. Kam kujtesën e dobët, vuaj nga memoria. Një qytet kaq i vogël. Unë vuaj nga memoria. Jo, flas duke qenë se keni shumë prokurim. Unë vuaj nga memoria dhe nuk i mbaj mend gjërat që të përgjigjem tani. Prandaj, nëse doni përgjigje saktë, këtë pyetje drejtoheni bashkisë dhe specialistët përkatës, pasi të marrin gjithë informacionin do ta keni përgjigjen. Po nuk e mbaj mend, vuaj nga memoria. Mirë, prokurimet nuk i mban mend, po faktin që vuan nga memoria si e mban mend xhanëm. Nuk e mbani mend që 3 lule kushtojnë 75.000 euro, një stacion elektrik 5.000 euro. Mbaj mend i nderuar. Pse keni shpallur fitues atë që ka ofruar më shumë, 112.000 euro, kur të katërta këto dhe jemi në publik. 3 lule smart janë gjithë Shqipërinë. Jo më tani po ju përgjigjem dhe po ju them nuk e mbaj mend. Asgjë nuk mbani mend nga ky prokurim? Nuk mbaj mend, nuk mund t'ju them një gjë që nuk më kujtohet. Që i kujtohet, jemi të sigurt që i kujtohet. Por me sa duket, kryetare sipas kanë ngecur akrepat. 3 lule smart? Të lutem shumë, nuk e mbaj mend. Jo, vuaj nga kujtesa dhe nga memoria. Asnjë stacion elektrik, po një ka. Mbaj mend. Nuk e mbaj. Jo, nuk e mbaj mend. Nuk mund t'jap një përgjigje në tym. Të paktën mbaj një ditar o kryetare, se kështu si e ke nisur do harrosh edhe kryetaria e kujt bashkie je. Se mos të gjejmë ndonjë ditë ndonjë bashki tjetër. Përse ndërtohet një stacion elektrik me lekët e taksa. Marr informacionin nga sektori përkatës, argumentimin pse bëhet, do t'ju jap përgjigje. Pasi ta merrni informacionin, do ndërtoni dhe i karburant, që mos diskriminoni ata që kanë makina me karburant. Do bëjmë studimin për këtë gjë dhe ta shohim. Nëse nevoja del, patjetër që po, pse jo? Kjo po që është kryetare. Gjithsesi, për pyetjet që i bëm nuk morëm përgjigje. Megjithatë, diçka kuptuam nga ky takim. Në ndryshim nga herët e tjera, kur ka angazhuar gjithë policin bashkiake për të penguar kolegët, kësaj here kryetaria u shfaqe qet pa e prishur as pak Terezin. Ku e merr sigurin kjo zonjë me gjithë këto skandale të njëpasnjëshme që kemi denoncuar? Kjo pyetje në fakt duhet drejtuar edhe diku tjetër. Dhe diçka tepër të rëndësishme. Me këtë problem që pas ka kryetaria, me gjas do të kemi zgjedhjet parakoshme në Roskovec.